Sa nga ju duan që Zoti t'i përdor? Në rregull, çështja është se ka shumë gjëra që Perëndia do të bëjë me ju para se të bëjë diçka përmes jush. Amen. Çdo gjë është e bukur në kohën e saj, por jashtë stinës së saj mund të jetë një rëmuj e vërtet. Ka një kohë të dur dhe një kohë të gabuar për çdo çështje nën diell. Dhe kur ne piqemi mjaftueshëm, aq sa të jemi në gjendje të dallojmë stinët, është një gjë shumë e mirë në jetën tonë. Sa nga ju e kanë shumë të vështirë që t'i lëshojnë gjërat. E shihni, më vjen keq për ju. Në disa gjëra, po them, unë jam më e keqe se në disa të tjera, tani që jam pak më e vjetër, nuk jam plakur, por jam më e vjetër, më është dashur të lëshoj disa nga gjërat në zyrë, gjëra që sinqerisht teknologjia është shumë para meje tani dhe do t'i isha e marrë, po të mos lejoja që disa nga të rinjt të merren me të, sepse unë nuk kuptoj asgjë, nuk dua të kuptoj, nuk kam asnjë interes ta mësoj. Ajo thjesht më mirë paguaj dikë që ta bëj për mua. Ja, telefoni im nuk punon. Faleminderit. Kompjuteri im nuk punon. Faleminderit. A mund të vish pak këtu dhe të bësh këtë? Faleminderit. Kështu, por unë duhej, madje edhe në këto 2 vitet e fundit, të bëja disa ndryshime, si ndoshta e keni vënë re se kam dikë që më ndihmon pak kur jam këtu, pastor Majku ndonjëherë Gjinxheri, dhe e dini, ishte koha që unë të mos bëja çdo gjë vet. Ndonjëherë ju thjesht nuk bëni dot çdo gjë, ose arrini në pikën ku nuk mund të bëni dot asgjë mirë. Dhe unë isha shumë e lodhur. Dhe unë kam të drejtën të jem e lodhur, sepse po e bëj këtë prej një kohe shumë të gjatë. Dhe e kam mbajtur për shumë kohë duke u përpjekur të bëj çdo gjë, e dini, sepse të gjithë po e di është më mirë nëse e bëj vete. E dini, kështu që përpiqesha të bëja çdo gjë derisa u sëmura dhe nuk kisha më zgjedhje tjetër. Ndonjëherë ju nuk do të ndryshoni derisa të arrini në një pikë krize në jetën tuaj, dhe ajo krizë ju detyron të ndryshoni. Por unë shpresoj që ne të jemi aq të zgjuar sa të kuptojmë shenjat dhe të bëjmë ndryshime, ndërsa ende kemi kohë t'i bëjmë nga që zgjedhim vetë dhe jo nga që jemi të detyruar t'i bëjmë, sepse nuk kemi zgjedhje tjetër. Amen. Kështu, më lejoni t'ju ngacmoj me diçka. Sa nga ju nuk e pëlqejnë ujin? Thjesht po ju pyes se kujt nga ju nuk i pëlqen të pi ujë. Në rregull, mirë. Unë ju dua shumë, ju lutem mos u ofendoni. Por një nga gjërat më të marra që mund të bëni është të mos pini ujë. E dini pse? Sepse është e vetmja gjë që do të pastrojë si duhet veshkat tuaja. Nëse fusni një qese çaj në ujë, nuk është e njëjta gjë si të pish ujë, dhe shumë njerëz ndihen keq dhe nuk kanë energji, thjesht nga që nuk pin ujë mjaftueshëm. Dhe kështu, tani unë ju thash këtë që ta dini. Pra ju tani keni përgjegjësi për atë që dini. Kështu, nëse do të keni gur në veshka dhe doktori ju thot nuk pi mjaftueshëm ujë, ju mund të thoni Joyce ma tha këtë. Sa nga ju nuk flenë mjaftueshëm? E dini përgjigjen për këtë? Shkoni në shtrat. Po them sinqerisht, shumë nga problemet tona nuk do të ishin të vështira të zgjidheshin. E po e di se duhet të shkoj në shtrat, por e di se duhet të pi më shumë ujë, por e di se duhet të filloj të kursej ca para për kohën e pensionit, por e di se duhet të shoh punën time, por ndoshta nuk duhet ta them këtë, por forca, duhet ta nxjerrim fjalën por nga jeta. Dhe të fillojmë të bëjmë atë që e dim se duhet të bëjmë. Le të marrim vendimin këtu sot se do të bëhemi më të Zot
në lëshimin e disa gjërave, që Perëndia të sjellë gjërat e reja që ai ka për ne. Nuk ka kuptim të vazhdojmë të mbahemi pas diçkaje me të cilën Perëndia ka mbaruar punë, sepse kur ai ka mbaruar me të, ju nuk do të mund ta shijoni më. Amen. Ai më ka folur në lidhje me dhënien e gjërave, dhe sapo ai më kërkon që unë të jap diçka. Nëse unë e mbaj më pas atë gjë, nuk kam as pak vajosi që unë ta shijoj atë. Unë mund ta mbaj dhe ta shoh, por nuk do ta shijoj, sepse ajo gjë nuk më përket më mua. Perëndia më ka thënë, dhuroje. Edhe nxitimi përmes një stine për të shkuar tek tjetra shkakton probleme. Ndoshta jeni në një stim pritje dhe jeni të lodhur e doni të bëni diçka për këtë. Ose ndoshta jeni në një punë që nuk ju pëlqen dhe jeni të lodhur duke pritur në Perëndin, kështu që vendosni ta lini atë. E dini, shumë herë ne thjesht lodhemi duke pritur dhe vendosim të marrim vendime që janë të marra. Ju duhet të qëndroni në vend derisa Perëndia t'ju çliroj. Dhe kur Perëndia ju çliron, atëherë ju duhet të shkoni. Unë kisha një punë një herë në shërbes dhe nuk po trajtohesha siç duhej, dhe unë doja shumë që të ikja prej andej dhe të bëja atë që unë doja të bëja, por unë e dija thellë në zemër se Perëndia nuk donte që unë të largohesha ende, sepse ai nuk më kishte çliruar. Mirë, në kohën kur Perëndia më tha të largohesha, mua kishte filluar të më pëlqente dhe nuk doja të largohesha. Kështu, jo gjithmonë duhet të bëni atë që doni. Tani, ja një shembull mbi nxitimin përmes stinëve. Një vit në Missouri ne patëm një dimër shumë të ngrohtë. Mirë, gjatë dimrit menduam se ishte diçka fantastike, sa mirë nuk është ftohtë të dimër, është sikur të mos ketë patur dimër. Dhe menduam se ishte mirë derisa zbuluam në pranverë se dimri nuk ishte aq i ftohtë sa të vriste insektet. Kështu kishim insekte, më shumë insekte atë pranverë. Dhe patëm një epidemi me bubureca. Dhe patëm shumë insekte, siç kishte faraoni bretkosa në për rrugica, bretkosa në për furra, bretkosa në krevat. Mirë, ne patëm bubureca gjithandej dhe nuk po egzagjeroj, po të them se kishim qindra bubureca në shtëpi. Atyre që vuanin nga sinuset dhe alergjia nuk u pëlqeu kjo, sepse nuk u bë kur aq ftohtë sa të vriste gjërat që i shqetësonin në pranverë. Kështu mund të duket bukur kur e shmang një stinë dhe arrin në stinën tjetër, por ka shumë njerëz, për shembull, që duan ta shmangin stinën kur Perëndia po merret me ta dhe i qorton ata dhe ndryshon gjërat tek ata, dhe duan të shkojnë nga ato që jeni të rilindur tek gjërat e mëdha në jetën e tyre. Por dëgjoni, ata mund të kenë personalitet që mund t'i çojë diku, por jo aq karakter sa t'i mbaj atje kur kanë arritur. Forca, doni ta them përsëri këtë? Kur unë po mësoja 20 njerëz në shtëpinë time, mund të predikoja atëherë siç bëj edhe tani. Dhe unë shija njerëz në televizion predikues dhe më kujtohet që mendoja, po nuk e di pse Zoti më ka lënë në dhomën e ndenjes, unë mund të predikoj më mirë. Mirë, ja përse kisha ngecur në dhomën e ndenjes. Nuk ishte se nuk mund të predikoja, por kisha një qëndrim. Forca, apo më kuptoni të gjithë? E dini, ju mund të uleni diku e të mendoni, po, unë aplikova për një punë në grupin e adhurimit dhe ata nuk më morën dhe unë mund të këndoj më mirë se ata. Mirë, derisa të hiqni këtë qëndrim, do të vazhdoni të rrini aty ku jeni. Sepse Perëndisi intereson më shumë qëndrimi juaj dhe karakteri juaj se ajo që mund të bëni për t'u bërë përshtypje njerëzve. Nëse e dini se jeni vërtet të talentuar dhe nuk e kuptoni pse Perëndia nuk po ju përdor, duhet të bëni një ekzaminim të karakterit. Pyeteni veten si i trajtoj njerëzit. Si jam unë kur vjen puna te kritikat apo gjykimi ndaj të tjerëve. E dini, këto janë gjëra që kanë rëndësi për Zotin. Njeriu sheh pamjen e jashtme, por Perëndia sheh zemrën. Amen. Perëndia sheh zemrën tonë dhe kjo është arsyeja pse ndonjëherë Perëndia do ta përdor dikë që ju nuk e kuptoni pse mund të përdor atë.
nga që ai person nuk duket se bën ndonjë përshtypje, por Perëndia e di se ai ka një zemër të artë. Le t'i kushtoj më shumë vëmendje jetës së brendshme se jetës së jashtme. Dëgjoni, nëse ne kalojmë për veshjen tonë frymërore aq shumë kohë, sa kalojmë për veshjen tonë kur dalim jashtë dhe ndërohemi 5 herë dhe bëjmë tualet në fytyrë. Forca, po shkoj të flas me këta se ju nuk po silleni mirë. Mua më duhen rreth 45 minuta në mëngjes për të dukur kështu krahasuar me se si dukem kur ngrihem nga shtrati. Mirë, lavdi Zotit, unë mësova shumë kohë më parë të kaloj zakonisht 2 orë me Perëndim para se të filloj të bëhem gati e të vishem kështu, por për shumë vite në jetën time nuk e bëja këtë gjë. Unë mund të bëja shumë tualete të dukesha mirë, por isha e shëmtuar për Perëndin për shkak të mënyrës si sillesha. Dëgjuat? Pavarësisht se sa e bukur mendon se jeni dikush që punon me ju, Perëndia sheh qëndrimin tuaj, karakterin tuaj, mënyrën si trajtoni njerëzit, si u flisni atyre, se si flisni për njerëzit, dhe ju do të keni sti në jetën tuaj kur Perëndia do të bëjë çfarë të dojë me ju, por nuk do t'ju lërë të lirë. Stinët e qortimeve, stinët kur asgjë nuk shkon si çdoni ju, vetëm që të shihni veprimet tuaja. Forca. Forca, po thuaj se mbarova, mund të bëhem luftarake, kur nuk i dihet. Lërimi i tokës së papluguar ka një stinë për të lëruar në jetën tonë. Imagjinoni sikur të ishit një tokë me barishte që nuk është pluguar kur, dhe papritur një fermer sjell një plug dhe fillon ta lërojë atë tokë, sikur ta ndjenit plugun nuk është ndjesi e këndshme. Dhe toka e palëruar në jetën tuaj, toka e fortë dhe e ngurtë në jetën tuaj, duhet të lërohet gjithashtu. Sa nga ju duan që Zoti t'i përdor? Në rregull, çështja është se ka shumë gjëra që Perëndia do të bëjë me ju para se të bëjë diçka përmes jush. Amen. O Perëndia im, sikur të mund të filloja t'ju shpjegoja juve gjithçka që unë kam kaluar për të qëndruar këtu ku jam sot. O Perëndia im, unë kisha një qëndrim të keq. Nga mënyra si isha trajtuar, më vinte keq për veten, kisha një buton në shpatull, bota më detyrohej, unë isha rebele, veçanërisht kundrejt autoritetit mashkull. Dhe Zoti më mbajti aty, më mbajti aty, më mbajti aty, më mbajti aty, më mbajti aty. Dhe e dini çfarë? Nuk e kuptoja pse Perëndia nuk po më linte të lirë për në botë, dhe tani kthej kokën pas dhe jam shumë e kënaqur. Jam e kënaqur që Perëndia më bëri të prisja. Jam shumë e kënaqur që ai nuk më vuri në një pozicion të tillë ku unë do të dukesha plotësisht e marrë dhe ta turproja emrin e tij. Mos u nxitoni shumë të arrini atje ku do të shkoni. Merrni kohë dhe lejojeni Perëndin të bëjë atë që duhet të bëjë në ju. Dhe kur të jetë koha e duhur, ai do të mund të bëjë diçka përmes jush, por pjekuria juaj frymërore është shumë e rëndësishme se sa të qëndruarit në platformë diku për të ndarë dhuntin tuaj. Amen. Pasi të keni vënë duart mbi plug, mos shihni më pas. Luka 9:62, Jezusi tha asnjëri që ka vënë dorë në parmend dhe kthehet e shikon prapa nuk është i përshtatshëm për mbretërinë. Kur ju punoni shumë, mos mendoni sa e vështirë është, mendoni për të korrat. Amen. Kur po kaloni gjëra që janë të vështira, mos thoni, kjo është e vështirë, nuk e di nëse mund t'ja dal. Unë do të heq dorë Perëndi, do të dorëzohem, thjesht nuk mbaron. Nëse nuk marr një mrekulli sot Perëndi, thjesht nuk mund të vazhdoj. Zot, nëse Joyce nuk më thërret sot e të më jap një fjalë, nuk mendoj se mund të jemi shpëtuar. Mirë, unë kam një fjalë për ata që dëgjojnë sot, rrituni.
Dhe ja them këtë edhe vetësime. Kur nuk ju them juve diçka që Perëndia nuk ma ka thënë mua, të jeni të sigurt. Amen. Bibla thotë se ne lërojmë me shpresë. E dini çfarë është shpresa? Shpresa është një pritshmëri se diçka e mirë mund të ndodhë në çdo moment. Më pëlqen kjo. Ne duhet të jetojmë me këtë lloj pritshmërie. Dhe kur gjërat janë të vështira në jetë, ne duhet të ecim me shpresë, jo me qëndrim të keq. Ne duhet të themi kjo do të kthehet për mirë. Kjo gjë po ndodh për një arsye. Më nevojitet kjo, mund të mos ndjej sikur më nevojitet, por Perëndia do ta kthej për mirë. Kjo do të më ndihmojë që unë të rritem, kjo do të më ndihmojë të piqem. Unë po marr një përvojë që mund ta përdor më vonë në jetën time. Amen, nuk ka asgjë që ja kalon eksperiencës. Një nga arsyet pse ju e besoni këtë që them unë, është sepse ju e dini që unë e kam kaluar vetë këtë gjë për të cilën po ju flas. Unë nuk bleva një libër me predikime $1 dhe sajova këto mesazhe. Unë i kam jetuar këto gjëra. Dhe kur unë ju them se Perëndia do ta kthejë çdo gjë për të mirën tuaj, nëse i besoni atij, unë e di nga eksperienca se Perëndia do ta kthejë çdo gjë për të mirën tuaj, nëse ja besoni atij këtë. Kur ju them se nëse nuk hiqni dorë, nuk dorëzoheni, koha e të korave tuaja do të vi. Dhe unë mund t'ju premtoj juve se koha e të korave do të vi, dhe ndërsa po lëroni, mund të lëroni me shpresë. E para e Korintasve, kapitulli 9, vargu 10, apo e thot këtë për ne? Vërtet për ne është shkruar, sepse kush lëron duhet të lërojë me shpresë. Dhe kush shin duhet të shijë me shpresë, që të marrë atë që shpreson. Më pëlqen kjo. Toka e papunuar duhet të lërohet me shpresë dhe kur jeni duke lëruar, nuk është kënaqësi e madhe. Kjo është e vështirë. Të mësosh t'i bindesh Perëndisë është e vështirë, por sapo ju mësoni si t'i bindeni Perëndisë me shpejtësi, jeta bëhet e ëmbël. E ëmbël. Përgjigjja për çdo problem është të zbuloni atë që Perëndia thotë dhe ta bëni. Osea 10:12, mbillni për vete sipas drejtësisë, korrni sipas dëmshurisë, lëroni arën tuaj të lënë djerë, sepse është koha për të kërkuar Zotin derisa ai të vijë dhe të përhap mbi ju drejtësinë. Kjo do të thotë të përgatiteni për bekime. Ndoshta pikërisht tani toka juaj e palëruar është se jeni të zemëruar me dikë dhe nuk mund të harroni. Pyes veten se sa nga njerëzit që më dëgjojnë ka nevojë të falin dikë. Në rregull, më lejoni t'ju them diçka. Problemi më i madh që ne kemi si besimtar është mosfalja, të qeni të ofenduar dhe të zemëruar me njerëzit. Ky është problemi më i madh në kish sot, nëse ne të gjithë do të mësonim si të falnim me shpejtësi ashtu siç Krishti na fal ne. Forca. Çfarë do të ndodhte në botë nëse të krishterët do të fillonin ta donin njëri tjetrin? Wow, imagjinojeni këtë. Ngjitëset në makinë mund të kishin domethënie për dikë. Por për sa kohë që ne të gjithë kemi një tuf gjërash që i varim gjithandej në trup që thonë unë jam i krishter, jemi duke u vëzhguar nga njerëzit. Kështu nëse do të vinin ngjitëse në makinë, mos e kaloni limitin e shpejtësisë, apo të shani njerëzit. Forca, mund të mos ju pëlqejë çdo gjë që them unë, por do të jeni shumë të qartë. Forca, të ndalemi këtu për 1 minutë, është koha të falni, është koha të harroni. Është koha ta kapërceni dhe të esni përpara me jetën. E po ti nuk e di çfarë më ka bërë ai. Jo, unë nuk e di se çfarë ju kanë bërë juve, po di çfarë më kanë bërë mua. Dhe unë e di çfarë u kanë bërë shumë njerëzve të tjerë. Gjithashtu di edhe çfarë i kanë bërë Jezusit.
Nuk ka asnjë arsye për asnjë person, s'mund të gjeni një justifikim aq të fortë sa të kapeni pas zemrimit. Forca, s'mund të gjeni justifikim. Po ti thjesht nuk e di. Dëgjoni. Jo se ajo që ju ka ndodhur juve nuk është e rëndësishme, por çështja është se kur ju falni, nuk po i bëni armikut tuaj një nder, po ndihmoni veten tuaj. Unë kam shkruar një libër për mosfaljen, bëj vetes një nder dhe fal. Ne ndihmojmë veten kur i bindemi Zotit. Çdo gjë që ai na thotë të bëjmë, ju thoni, por unë thjesht mund ta harroj. Në rregull, ndoshta nuk mund t'i kapërceni ndjenjat menjëherë, por unë do t'ju them çfarë do të ndodh. Nëse filloni të bëni atë që Perëndia ju thot, filloni të luteni për njerëzit që jeni zemëruar dhe urrejtja për ta do të kalojë. Filloni të luteni për ta çdo ditë. Lutuni që ata njerëz të bekohen, lutuni që Perëndia t'i bekojë. Dhe nëse ju vjen ndonjë mundësi dhe ka diçka që ata kanë nevojë që ju mund t'ua plotsoni, atëherë plotsojuani. Dhe nëse kjo e acaron shumë ishin tuaj, plotësojani atë. Sepse kjo është mënyra si e thyeni fuqinë e Satanit në jetën tuaj, kur filloni të veproni si Jezusi. Amen. Forca, nëse jeni pastori një kishe dhe dikush që ju e keni ushqyer e rritur në Zotin, dhe ka qenë si një bir për ju në Zotin, ka marrë gjysmën e bashkësisë dhe ka filluar një kishë të re. Blini ati një sistem zëri. Forca, mendojeni, dashuria nuk ligështohet. Urrejtja, refuzimi, hidhësia gjithmonë ligështohen, por dashuria nuk ligështohet. Perëndia na ka dhënë neve një armë si asnjë tjetër dhe kjo është betejë e dashurisë. Dhe jo vetëm kaq, por është shumë kënaqësi. Është kënaqësi ta zemrojmë djallin dhe ta lëm atë të sillet vërdall e të shohë se ne e duam dikë që na ka trajtuar keq. Në çfarë stine jeni ju tani, apo merret Perëndia me ju që t'jeni më pak egoist? S'ka përgjigje, në rregull, po për të qenë më shumë të disiplinuar. Po në lidhje me daljen nga borxhet. Mirë, mos i përdorni më kartat e kreditit kudo ku shkoni. Është bukur të thuash po blej me kartë krediti, por pastaj vjen fatura. Amen? Apo merret Perëndia me dikë në lidhje me të qenit të shëndetshëm, është koha të kujdeseni për veten tuaj. Apo merret Perëndia me ju për ngrënien e ushqimeve jo të shëndetshme. Kështu mos luftoni me stinët e jetës suaj dhe mbajeni mend. Mos mendoni kur se mund të bëni vazhdimisht atë që keni bërë, sepse gjërat duhet të ndryshojnë dhe kur ato ndryshojnë, mos i kundërshtoni. Do t'jeni shumë të dëshpëruar nëse e bëni.